treguan tinxare dhe nuk respektuan disa nga normat më klasike, qoftë edhe të nxjerrjes së kandidatit, të aprovimit të kandidatit prej strukturave dhe forumësisë partijake dhe aq më tepër të shpërfilljes së vullnetit të qytetarëve. Nuk pati ndonjë test paraprak për të verifikuar se cili e ka përqyeshmërinë prej kandidatëve dhe cili nuk e ka këtë mbështetje. Pra, në këtë këndvështrim edhe Majtas dhe Djathtas kemi një tinxarllëk të sjelljes së përkohshme politike dhe elektorale. Pikërisht në këtë doja të ndalësha, pra ju e shifni këtë rezultat si rrjedhoj edhe të vendimarrjes të subjekteve politike, jo të frymëzimit që ndoshta është i pjesshëm gjithashtu i kandidatit si figurë konkrete. Pra si logjik zinxhir të gjithë vendimarrjes së bërë nga subjekti. Pikërisht këtë mendoj. Madje opozita e kryesuar nga zoti Berisha shkoi edhe më tej, sepse refuzoi të përfaqësoj partiakisht dhe politikisht me kandidat zyrtar të saj dhe zgjodhi një formulë të mbështetjes të ashtu quajturve të pavarur, por që kanë dakordësinë dhe mirëkuptimin e mbështetjes prej opozitës. Po të pavarur, të mbështetur nga një palë, në fakt përbën nonsens logjik dhe nonsens kuptimor. Ndërsa nga anën tjetër, mendoj që opozita zgjodhi këtë formulë kaq tinxare të përfaqësimit që nesër pas nesër ta ketë të plot alibin e mos konsiderimit të një humbje për shkak të konkurencës, po përkundrazi e stigmatizimit të këtij procesi si një proces totalisht i pabarabartë, si një proces që nuk u përfaqësua kapitalisht prej opozitës, po përkundrazi u mbështet dhe u administrua njëjtësisht sikundër u stigmatizua procesi i pararendës ai 11 majit në nivelin qendror të vendit. Zoti Çipa, duke marrë parasysh sjelljen tinxare, thoni ju, të qasjes që vetë subjekti politike bën me kandidatët, duke reflektuar gjithashtu në grafik që dha më herët, por edhe në ndërgjigjen tonë tani më të gjithë atë realitet, në fakt të trishtit, shumica e të rinjve ju e thatë, jo vetëm braktisje, por është një lloj largimi masiv i frikshëm ndaj politikës. Drejt çfarë panorame jemi për zgjedhjet e ardhshme, për shembull për 2027-ën? Po, mendoj që konsumizmi politik në dy kahet e rëndësishme të politikës është besoj realiteti më determinant i krizës të besimit dhe i mosmbështetjes publike që vihet re në skenën politike të vendit. Refuzimi i kategorive më energjike të shoqërisë për të marrë pjesë në procese të tilla, qofshin këto edhe të pjesshme zgjedhore, është një domethënësi e madhe shoqërore, politike dhe në mënyrë të veçantë pse jo, edhe inteligjencë. Opinioni publik ka nevojë që të dalë nga kjo status quo, nga kjo gjendje e ndenjur, siç mund ta themi në shqipen tonë. Opinioni publik ka nevojë për një tjetërsim të kësaj situate, e cila duket sikur po e mban vendin në një depresion të brendshëm. Disproporcionet demografike të krijuara në rrafshin social në shoqërinë shqiptare janë ndoshta më të përthelluarat në historinë e post-tranzicionit. Që do të thotë, vini re, treguesi se mosha mesatare e pjesëmarrjes në procesin e sotëm mbetet diku tek 60 vjeç, është e frikshme, është një gjë që në fakt jo vetëm duhet të na alarmoj, po përkundrazi duhet të tjetërsojmë metodologjinë dhe strategjinë e përfaqësimeve politike që duhet kemi për Shqipërinë e nesërme, Shqipërinë e nesërme, jo në distancën kohore, po të nesërme në qoftë edhe si imediatizëm kohor, pra si shpejtësi kohore. Po asnjë nga kahet kryesore dhe forcat politike jo vetëm që nuk e ofron këtë platformë, por nuk e ndërton këtë si strategji për ta çuar deri në një diskutim në rrafshin parlamentar. E keni vënë re që në debatet dhe diskutueshmërinë e agjendave të sotme parlamentare nuk ekziston asnjë prej çështjeve të agjendës së zbrazjes demografike të vendit, të niveleve të moshimit të popullsisë së vendit. Ne jemi ndërklasifikuar të paktën sipas indekseve europiane si vendi me plakjen më të përshpejtuar kohore. Po ky duhet ishte një alarm i mëhershëm, jo më një alarm që cili nuk e shohim si të tillë as në programet, as në projektet dhe aq më tepër në diskutimin dhe debatin ndërpartijak në parlament. Dhe në fakt për këtë duhet të ndihemi të frikur ose të ndryshe të alarmuar, sepse në fakt pas kësaj nuk mund të ndodhin ato që ne i quajmë të drejtë, as rotacionet politike dhe nuk mund të ndodh ajo që quhet në dialektik zvendësimi i së vjetrës me të re. Dhe ne kemi nevojë më së shumti për këtë të fundit, dhe jo për rotacionin
që ikën një i konsumuar, por që tashmë ka bërë disa vite